Po kështu, Allahu ka quajtur shenjë. Ka thonë, wa innehu la ilmun lisa. Isa a.s. është shenjë e kiametit. Është shenjë e ofrimit të kiametit. Si që dini, rikthimi i Isait a.s. është prej çfarë shenjave të kiametit? Prej shenjave më të mëdha, prej shenjave të fundit. Prandaj fakti që Allahu xhallahu ala po i thotë se ti je tregues i ofrimit të orës të kataklizmës, në kupton se Isai është prej, pra do të rikthehet prapë në këtë botë. Dhe e fundit, Allahu ka përmendur në Kur'an, ka thonë, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Nuk ka asnjë prej tharëve të librit që para vdekjes së tij nuk do t'i besoj. Kjo është përkthimi fjalë për fjalë i ajetit dhe arsye pse përktheva kësaj është nga se ajo që ka shkaktuar debat në këtë ajet është ky për emri i fundit, qabla mautihi, para vdekjes së tij, para vdekjes së kujt? Para vdekjes së kujt? Janë dy interpretime. Interpretimi i parë është që nuk ka i krishter i cili do të vdes, e që para vdekjes së tij nuk do t'i bëhet me dije se besimi i tij ka qenë i kot. Dhe interpretimi i dytë ka të bëjë me rikthimin e Isait a.s. dhe me gjas ky është interpretimi më i saktë, për shkak se siç do ta transmetojmë hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, nuk ka i krishter që kur të vjen Isai a.s. ta mbyt derrin, ta anulon gjizjen, nuk do të ketë gjizje, do të ketë o Islam o vdekje. Nuk ka i krishter që para se Isai a.s. të vdes, nuk ka me besu. Nga se pasi ta përfundon, siç do të vrejnë, pasi që ta përfundon misionin, Isai a.s. do të vdes siç vdesin njerëzit e tjerë, do të varroset edhe mbaron jeta dhe misioni i tij.